Kafe pashe qenë. Shikues të nderuar, ju përshëndes, mirë mëngjesi, sot është mëngjesi i së dielës 21 qershorit, siç e ndiqni edhe nga këto pamje të drejtë për drejta, protestuesit ende vijojnë të qëndrojnë përpara kryeministrisë, kanë qëndruar gjatë gjithë natës përpara kryeministrisë, një pjesë e diasporës edhe studentët e kësaj proteste, ka qenë një protestë madhështore ditën e djeshme, ku qindra mijëra qytetarë kanë protestuar për disa orë me radhë përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama. Më pas ata kanë marrë vendimin që të qëndrojnë në shesh pa u larguar dhe të protestojnë gjatë gjithë natës. Kanë protestuar gjatë gjithë natës përpara kryeministrisë, një grup i madh protestuesi është ardhur nga diaspora, po ashtu edhe një grup studentësh edhe protestuesish nga Shqipëria.
Ndërkohë që keni qenë me pamje të drejtë për drejta gjatë gjithë kohës në News 24, e kemi transmetuar gjatë gjithë natës atë që ka ndodhur përpara kryeministrisë, vijojmë ta transmetojmë. Këto janë pamjet e drejtë për drejta që mbërrin nga bulevardi i Dëshmorët e Kombit këtë mëngjes, ku sapo ka dalë dielli dhe qytetarët vijojnë të qëndrojnë ende përpara kryeministrisë pavarësisht orëve të gjata të protestës edhe të lodhjes, ata nuk tërhiqen dhe vijojnë të qëndrojnë të palëkundur përpara godinës së kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen Rama. Dje ka patur numrin më të lartë të protestuesve që ka patur ndonjëherë një protestë e organizuar në këto 35 vite. Kanë qenë qindra mijëra protestues të cilët pasi kanë protestuar për disa orë përpara kryeministrisë, më pas kanë rrethuar në mënyrë simbolike dhe kanë marshuar rreth godinës së kryeministrisë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama. Sot është lajmëruar një tjetër protestë, janë bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen sërish në këtë protestë dhe të qëndrojnë deri në largimin e kryeministrit Rama. Ne do të vijmë tani me koha për të zgjuar, ndërkohë që do ta kemi gjatë gjithë kohës në pjesën tjetër të ekranit atë që po ndodh në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Vijojmë me emisionin Koha për të zgjuar, do të njihemi me lajmet më të rëndësishme në mediat më të mëdha online në vend. E nisim me balkanweb.com. Live, rrethuan kryeministrinë, protestuesit kalojnë natën në bulevard, Rama jepe dorëheqjen. Vijojmë më tej. Video, Tirana vlon nga protestuesit, shqiptarët në shesh pas rrethimit të kryeministrisë kërkohet largimi i Ramës, revolucion Shqipëri e re. Kërkohet dorëheqja e Ramës, Deutsche Welle, Shqipëria po mban protestën më masive kundër qeverive në dekadat e fundit. Pamje me dron, si u rrethua kryeministria në pak minuta nga uragani i qytetarëve, 250.000 shqiptar në shesh për dorëheqjen e Ramës. Në tribunën më të bukur të demokracisë, Neo Malsoria reagon nga sheshi para kryeministrisë pasi u bashkua protestuesve për dorëheqjen e Ramës. Marshim kilometrik pas kryeministrisë, protestuesit rrethojnë edhe Akshin, shqiptarët të vendosur nuk tërhiqemi, Rama jepe dorëheqjen. Ndërtesa qeveritare e rrethuar, protestuesit thirrje Ramës ik nga kryeministria se të pret qelia. Diaspora kërkon dorëheqje, populli i fut frikën kryeministrit jo më Belindës që është në nënhetim nga sheshi, shqiptarët thirrje SPAK. Heto Ramën, Balluku, Velia, Ahmetaj s'kan vjedhur vetëm. Zyrtarisht kryeministria është rrethuar, shqiptarët në revolt kundër qeverisë, elektrizohet sheshi, qytetarët ndezin blica, Rama jepe dorëheqjen. Video, sonte do ta gdim këtu, qindra mijëra protestues rrethojnë kryeministrinë dhe i vendosin ultimatum Ramës, jep dorëheqjen. Video, protesta e 21 kundër qeverisë, 250.000 shqiptar mbi 3 orë revolt përpara kryeministrisë. Ironia e protestuesit, e keni dëgjuar këngën e botërorit, Edi Rama jepe dorëheqjen. Historike, shuplaka kryeministrit nga diaspora, nga Amerika, Britania, Gjermania, Italia dhe çdo cep i botës u bashkuan në Tiranë. Shqiptarët kërkojnë largimin e Ramës, atë dheu nuk është në shitje. 250.000 shqiptar në bulevard për dorëheqjen e Ramës, aktivisti kemi rrethuar kryeministrinë, do të rrethojmë edhe parlamentin dhe ministritë. Pamje mbreslënse me dron, Tirana nuk mban më mbi 150.000 qytetar në bulevard për dorëheqjen e Ramës. Sheshi i tej mbushur, revolta kundër